është, pra pajtohemi patjetër që lirit fetare janë garantuar, por është pa kuptim dhe pa logjikshme që jepet kaq publicitet dhe ky është dashakeqës konvertimeve qoftë nga feja islame apo nga feja katolike, sepse ka nga të dyja kampet dhe sepse si mund thirrësh në liri fetare kur ti në një farë mënyrë imponon vullnetin qytetar duke I promovu nëpër media, si mund të kesh bindje të lirë të fetare dhe vullnet pastër, pa presion. Mediat janë treguar të kujdesshme që të pikë. Po I shfrytëzojnë rrjetet sociale, publicitetin, mediat kanë injoruar publicitetin, që nën kupton më gjanë se mediat. Pra ju shihni që gjatë konvertimeve janë disa telefon mrapa duke I përcjell çdo hap të atyre fazave fetare brenda objekteve fetare. Pra janë të pa kuptimta, të pa logjikshme, të pa arsyeshme dhe të pa nevojshme, sepse fatmirësisht në funditës pa feja është çështje individuale për çfarë nevojshme dhe nuk ka nevojë që të filmohet. Ndiju ashtu siç ta don zemra, beso aty ku mendon që paga shumë atë me pas asnjë hoxha, sigur partitë politike moral në televizor. Sigur partitë politike para zgjedhjeve që këta prezantojnë konvertimet dy apalt, në anën tjetër partitë politike aderimet I kanë para zgjedhjeve. Po dhe këto janë aderimet njëjta. Tha shumë mirë zotri Hoxha, janë një përdorem të dy kamp. Po, unë konsideroj ndoshta edhe rrjetet sociale do thotë duhet ta kenë një kontroll më të rrept. Pavarësisht rrethonave, ne edhe pak do të më qenë mediat pak kritike, autokritike vet, se dhe në fillim edhe mediat pak a shumë do thotë ju kanë dhënë pak hapësirë, do thotë publicitet, kur ju e dini shumë mirë që tani sfundmi kemi disa formate të quaj të mediave, në thojza, të Facebookut, që bojnë programe të ndryshme, formate ndryshme. Media sociale. Edhe zakonisht media tradicionale në Kosovë janë të kujdesshme. Nuk bëjnë kësi. Dhe ato pseudo media, muj me thonë me kompetencë që e kemi me emra përveç me ato formate, po nënkuptohen besoj që edhe ata që I bojnë e din këtë çështje, edhe pe kuptojnë që janë jo të mirëseardhëna për qytetarën e Kosovës, për arsye se shqiptarët tradicionalisht do thotë nuk kanë pas asnjëherë urrëtie fetare, po gjithmonë do thotë kur janë Pashkët dhe Bajrami janë festuar së bashku te njëri dhe te tjetri, po tani faktikisht kanë kriju do thotë një lloj agresioni mes, një lloj rivaliteti saqë kush ku konvertohet, kush ku shkon, shumë ka pak rëndësi.